Fillim ju falenderoj shumë për një pjesëmarrje kaq masive në nderim komandantit ton, Ganimeri, i cili sot mbushin një vit nga kalimi në amshim. Vdekja e tij e parakoshme gjithsesi se të gjithëve na ka prek, por ky ka qenë një vendim i Zotit dhe ne duhet të pajtohemi me të. Në fillim, unë juftoj një minutë heshtje në nderim të komandantit. Lavdi. Ganiun personalisht e kam njohur edhe si bashkëvendas timin, po edhe si një veprimtar të shoqërisë kombëtare. Ishte ndër njerëzit e parë të shqiptarët të Kosovës, edhe mund të them që edhe unë personalisht si intelektual i kësaj ane, si bashkëfshatari i tij, kam ndjer dhimbje me kalimin e tij në amshim. Por, si e thash, vdekja e tij është vendim i Zotit dhe ne duhet ta pranojmë dhe ta pajtojmë këtë vendim. Ne do të vendosim buqeta me lule me radhë, fillim delegacioni i Vushtres, me në kryetarin Ferit Idrizi, pastaj Ali Ahmeti nga Maqedonia me delegacionin e tij, komuna Skenderajit, familja, shoqata, e kështu me radhë, vendosin buqeta me lule tek varri i komandantit. Në fund, juftoj që në ora 12 e kemi akademin përkujtimore në Shtëpinë e Kulturës, ku do të mbahet fjalimet dhe do të shfaqet një program kushtuar komandantit tonë Ganimeri. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Lavdi. Lavdi.